Ky është momenti kur forcat e policisë vënë në pranga Kristian Sterion, të dyshuarin për vrasjen me Kalashnikov të shokut të tij të fëmijërisë, 21 vjeçarit Johan Zuko, pas ditën e së shtunës në Korçë. 20 vjeçari u kap rreth 6 orë pas krimit pranë banesës së tij në lagjin numër 3, pas një operacioni ku angazhuan policia e Korçës dhe forcat Renea. Hetuesi dyshojnë se Sterio ishte fshehur fillimisht pranë varrezave të qytetit dhe u lokalizua kur u rikthye drejt banesës. Në dëshminë e parë para grupit hetimor, Sterio mësohet se ka folur për një konflikt të mbartur prej disa ditësh me viktimën. Një nga pistat lidhet me pretendimin e tij se Zuko kishte ngacmuar të dashurën, por hetuesit po verifikojnë edhe përplasje të tjera mes dy të rinjve. Sipas të dhënave të deritanishme, mes tyre kishte pasur debate, sharje dhe provokime të vazhdueshme, ndërsa një tjetër element i konfliktit dyshohet se ishte rivaliteti se kush konsiderohej më i forti në lagje. Krimi ndodhi rreth orës 16:30 në rrugën Viktor Eftimiu, ku konflikti përfundoi me përdorimin e armës. Sipas hetimeve, Sterio mori Kalashnikovin, ndoqi Zukon dhe i qelloi teksa i riu përpiqej të largohej. Policia ka sekuestruar një pushkë automatike e cila dyshohet se është arma e përdorur në vrasje. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po analizon dëshmitë, kamerat e sigurisë dhe provat e sekuestruara për të rindërtuar plotësisht dinamikën dhe për të përcaktuar motivin e krimit që tronditi Korçën.